Nuk do të ketë negociata në mes Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë angazhime intenzive shteme, si diçka kërcënuese, por të jetë një proces integrues, që ata të jenë pjesë e institucioneve. Lajmet ndërkombëtare thonë, kemi bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit. Lajmet, asnjë lajm ndërkombëtar zyrtar nuk rikonfirmon se do të ketë negociata, por do të ketë angazhime intensive për nxjerrjen e vendimit. Çka është kjo? Këtu janë negociata, këtu do të jenë përsëri bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit, apo jo? Nuk do të ketë negociata në mes Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë angazhime intensive shtesë për nxjerrjen e vendimit. Krejt do të thirrë negociata, ju do ta pranoni që janë negociata, ju do të mohoni që janë negociata. Këto nuk do të jenë negociata, do të jenë angazhime të përgjithësive të Prishtinës me Washingtonin dhe Brukselin. Kjo në kupton vendimin për pavarësi. Kjo në kupton nxjerr vendimin për pavarësi sa më shpejt. 120 ditë ju do të folni për pavarësi me Beogradin.